Përshëndetje gjithë shikuesve dhe tatimpaguesve të cilët ndjekin kanalet zyrtare të administratës tatimore të Kosovës. Po shihemi sot në një format komplet tjetër, ku ATK ka zgjedhur që informimin të cilin e ka dhe në mandatin e saj, do thotë informimin dhe edukimin, ta sjellë përmes formatit të tillë. Ne nuk do të luajmë rolin e mediave, por do të tentojmë që të sjellim edukim, procedura dhe gjithçka tjetër rreth tatimeve. Andaj po besoj që ky është epizodi i parë me të cilin do të flasim rreth eksperiencave, punës, procedurave dhe gjithçka që është në interes të qytetarëve. Sot kam ftuar në episodin tonë të parë kolegen time, me të cilën do të flasim rreth eksperiencave të saj, të cilat nuk janë të pakta. Realisht Zana, e cila është drejtoreshe e departamentit për regjistrim dhe shërbim të tatimpaguesve, ka çka më na fol në këtë podcast. Dhe para se më hyj me fol, e lam që me fol që flasim normal në takimet e tona brenda institucionit. Mirë se erdhe Zana dhe mirë se na bashkove në këtë format ku edukimi dhe komunikimi është prioritet i departamentit të cilin ti e drejton. Faleminderit Valentin shumë. Me të vërtet është kënaqësi edhe privilegj edhe për mua si stafi administratës me qenë në episodin e parë të këtij formati ku administrata tatimore përveç gjitha aktiviteteve që i bën në lidhje me informimin edhe edukimin e tatimpaguesve, ka vendosur që kësaj here me përfshi në aktivitetet e saj edhe një format të tillë. Me qenë se është format që është bajagi ndjekun edhe prej qytetarëve edhe prej tatimpaguesve, po besoj që kemi më arrit me qiu mesazhin ton deri në fund dhe me përcjell ato se cili është qëllimi i administratës tatimore, kush jena na që punojmë në administratën tatimore, çfarë jemi na gjatë punës tonë të përditshme, krejt kjo në mënyrë që ata me pas shumë atletë dhe qasje në administratë tatimore për ofrimin ose marrjen e shërbimeve pavarësisht prej nevojës. Nuk e di Zon apo ajtohesh edhe ti, po akronimi ATK zakonisht kur përmendet e sjell një përshtypje të një procedure, të një kontrolli, të një vizite, po bashkë me to edhe të stres. Tu pas parasysh që ti je prej terenit, ke punu në teren dhe fillimet e tua të kanë forcu dhe të kanë bërë zonën që je, ke punu në teren dhe e ke skanu kogja mirë situatën, nështë edhe nevojat e tatimpaguesve që i kanë për me njoft ma shumë ATK-n, jo veç me njoft se çka bën, po me njoft se çka duhet më ofru dhe çka duhet me bë tatimpaguesit që nështë mos mu penalizu me ato se çka i parashen kornizat e legislacionit tatimor. Qysh është sot dhe sepse është interesant të rekonë që vjen prej terenit, je drejtoresh që besoj është ma e mira që mundet mu pa dhe mu ba si punë. Në fakt po, Valentin, ka mbi 15 vite, faktikisht që veç jam pjesë e administratës tatimore dhe fillimisht si inspektore, përveç që ishim në të ri si stafi ATK-s në momentin që dilshim në teren, në fakt në fillim na e kemi pas një procedurë të trajnimit që tatimpaguesi duhet mi besu gjithmonë, ato që ka e flet për herë të parë, pa paragjykim, ndërkohë që në qoftë se gjatë vizitave ose gjatë komunikimit me tatimpagues e vrejmë që ka hapësina të manipulimit kushtimisht me thonë, atëherë ATK-ja përmes të drejtave të veta dhe të kompetencave të veta ka pas të drejtë me bo edhe vlerësime të tatimeve. Fillimisht nuk vedia për pagesën e tatimeve është shumë mirë sot në krahasim me para 15 vjetë. Trajektora ka lëviz shumë e përmërqës vullnetare. Ka lëviz shumë, është shumë e vërtet. Krejt kjo nështë që kemi qenë si shtetiri, dalum prej luftës, në periudhën e kohës para luftës nuk e kemi pasë ndjenjën që kontribojmë për venin tonë, po gjithmonë që kontribojmë për dikon tjetër, nështë edhe ajo është mbjell në mentalitetin tonë që me pagu tatim është nuk i pagun shtetit tanë, kupin ato pare. Ndërkohë që me kalimin e kohës, normal, edhe me dispozitat ligjore, edhe me kufizimin, nështë me thonë të ndëshkimet ose ku ta di aktivitetet administratës,
kanë qenë ato një prej elementeve që kanë ndiku që vetdia e qytetarëve, e tatim paguesve në fakt me u rrit. Ndërkohë, administrata tatimore në vitin 2012 ka themelu edhe qendrat e shërbimit të tatim paguesve, ku në çdo qendër ka pas këshilltar tatimor. Më fal, ke qenë po, aty ke shkel edhe natyrë. Po, jo më kon një prej 3 këshilltarëve të para që kemi qenë pjesë e qendrës shërbimit tatim paguesve në Prishtinë, domethënë mas terenit. Kështu që me ofrimin e shërbimeve, këshillave, tatim pagues vetë se kanë fillu me ndru edhe për shtypjen edhe mi ditë obligimet e veta se cilat janë në lidhje me pagesën e tatimit, perceptimi ka ndru për të mirë bajagi shumë. Kur ke qenë teren, se tu e njoft nga karakterin e zonës, si kolegë po flasim, se është shumë e rëndësi për mes podcasteve që kemi bërë me sjell njerëz, të cilët kanë shpirt inovativ. Dhe e di se tu qenë teren, e di që e du të me ditë edhe tjertë, që shpesh edhe ti je përplas ndoshta edhe me disa rregulla brenda institucionit dhe ke kërku me u bë ndryshime për shkak se i ke prek ato probleme në teren. So kanë reflektu ndaj teje kërkesat e tua për me ofru lehtësira ose për me ndryshu diçka brenda kornizave ose rregulloreve që ju zakonisht i trajtoni? Unë kom pas fatin me punu me njerëz cilët me të vërtet kanë qenë shumë mbështetës, edhe në momentin që një kërkes për me lehtësu një procedura apo me lehtësu një shërbim, ka pas arsye, ka pas logjike dhe ka pas mbështetje ligjore, nuk ka mungu asnjëherë mbështetja edhe e kolegëve në administrata tatimore, tu fillu prej nivelit udhëhec, prej departamenteve tjera, prandaj jemi sot edhe ku jemi me shërbimet e tatim paguesve, ndërkohë që ato kërkesa cilat kanë të bëjnë me dispozita ligjore, ajo është pak më e vështirë me u zbatu ose me u implementu si kërkesë, me qenë se ligjvënës është vetë Ministria e Financave, ndërkohë që na jemi zbatus. Mirë po, në momentin që ka pas ndryshime ligjore, atëherë kemi insistu që ndryshimet cilat paraprakisht i kemi pa të nevojshme që duhen me qenë pjesë e ligjit, me u përfshin ligj në mënyrë që përmbushja vullnetare me qenë ma e lehtë, edhe tatim paguesi me pas shumë ma të lehtë përmbushjen e detyrimeve tatimore. Para 15 vete kur ke nis punën edhe tash në pikën ku je sot, sa ka qenë e paramendueshme një digitalizim, një qasje online ka që madhe, ose një transformim ka që madhe i ATK-s. A ke mujt me paramendu që shumë shpejt ATK ka me kalu prej letrës në shërbime digitale edhe çka është se tu të njoft ty, vazhdimisht po e potencoj, e di që sigurisht ki diçka që pret me ardh koha edhe me realizu. Çka mendon që i do të ATK së shpejti me inkorporu si shërbim ose qoftë edhe si veprim, po që është në të mirë të tatim paguesve. Sepse na jemi za shumë i fuqishëm, nuk jemi za vetëm i implementimit ligjeve, po edhe marrjes së komenteve, sugjerimeve, kritikave, sepse kemi hap rrugt si institucion dhe i dëgjojmë, nuk flasim çdo po dhe i dëgjojmë kërkesat e tatim paguesve. Në fakt, kalimi prej letrës në shërbime digjitale ose elektronike ka qenë një transformim jo i vështirë veç për tatim pagues, në fillimet e para po flas në 2011, veç kur ka fillu administrata tatimore me i digitalizu shërbimet e veta, po ashtu ka qenë pak vështirë edhe për vetë stafin e ATK-s, me qenë se teknologjitë e përdoruna ishin teknologji ku për një pjesë të stafit nuk ishin të njoftuna, ndërkohë që me kalimin e kohës, me ballafaqimin e problemeve cilat janë shfaq në atë fillim, ato na ka ndihmu shumë që na me përmirësu shërbimet tona, ndërkohë që a ka nevojë sot me pas shërbime digjitale, po ka nevojë shumë. Hala nuk jemi në atë pikun, me thonë që i kemi kry krejt edhe nuk kena nevojë mu për asnjë shërbim digjital tjetër me ofru. Tatim pagues gjithmonë kanë kërkesa, gjithmonë kanë nevojë për administratën tatimore, që normal krejt qëllimi është se me i përmbush detyrimet e veta, ndërkohë që jemi tu punu vazhdimisht në administratë që ato
shërbime cilat qendrat të shërbimit të tatim paguesve kanë kontakt ose vizita më të shpeshta prej tatim paguesve për shërbime të caktuara, jemi duke punu që me i përfshi edhe ato në sistemin ton elektronik, i cili është sistem që jo pse është i joni, po ka marrë edhe çmime ndërkombëtare, ku jemi një prej administratave tatimore të para në rajon që kemi arrit me digitalizu shërbimin e deklarimit, ku sot krejt deklaratat tatimore bohen përmes sistemit elektronik, jo vetëm deklaratat, po ka edhe shumë kërkesa tjera cilat tatim paguesi nuk ka nevojë me shku fizikisht në administrat, mi u drejtu administratës, mirë po mundet me i kry ato vetë online, prej shtëpis, prej telefonit, prej zyrës, kudo që është. Jo vetëm në Kosovë, po edhe nëse qëllën jashtë vendit, e që ka edhe kësi raste që nuk janë në Kosovë, e zhvillojnë biznesin prej Kosovës, qëllën në afat të deklarimit jashtë vendit, do më thonë, nuk ka kufizime në shfrytëzimin apo në përdorimin e shërbimeve të administratës, kështu që ka hala punë për mu bo, po shpresojmë që ka mu bo ma e mira për tatim pagues, ne jemi të punu në atë drejtim, edhe besoj që sikur deri sot që nuk i kemi zhgënyu tatim pagues, kemi me vazhdu duke mos i zhgënyu hala ma shumë në lidhje me ofrimin e shërbimeve. Të fol me ty normal në bisedën që po e bën, në terenat që po i prej, po mi derivon edhe shumë pyetje me ti bo. E përmend vlerësimet e si institucion, OTK-ja është vlerësu shumë. Kënaqëmëria tatim paguesve është vlerësu për me qenë diskrecion i larg nesh përmes institucioneve ndërkombëtare që kanë nxjerrë integritet për OTK-n, si në proceset tatimore, në tyra, në mbledhjet borxheve dhe në disa të tjera, ku në vazhdimsi OTK ka mbajtur një vijë e cila ka qenë e mirësoardhur për neve dhe ka qenë reflektim rezultat i punës. Ku menon që zakonisht ka OTK-ja atë keq kuptimin që folëm para se me hy në transmetim, që besoj e the edhe vetë nuk është keq kuptim, po është diçka e padëshirueshme, sepse nuk paguajnë, po ku zakonisht, a është pjesa e integritetit, apo është pjesa e mos pëlqimit me pagu, sepse kur kujt nuk i pëlqen me pagu tatim? Në fakt ma shumë është që e dyta, do me thonë nuk është... Po që kena përmbushim vullnetare, mos harrojmë. Po, kjo si nivel normal që sa ma shumë që përritët përmbushja vullnetare, pjesa tjetër përqindja për shkëntu zvoglu, po nuk menoj që është keq kuptim se na krejt i dim detyrimet tona në momentin që him në një proces, në momentin që një individ, një biznes, një tatim pagues vendos me zhvillu një aktivitet ti ekonomik, ai e dim paraprakisht cilat janë detyrimet e tij tatimore, e din çka duhet me bo, nëse jo drejtohet në administratë dhe i merr komplet instruksionet apo këshillat se qysh duhet me deklaru hyrat e tyre dhe me bo pagesën e tatimit, po gjithmonë jo vetëm të na, po kjo është botnisht, që hezitojnë, do me thonë se nuk kanë qef me ju dalë paret lehtë prej xhepit, hezitojnë, do me thonë me bo pagesën e tatimit, mirë po thamë që kjo pjesa e hezitimit në mos pagesë të tatimit gjithmonë është u shku të u zvoglu, ndërkohë që shkalla e rritjes përmbushjes vullnetare është në rritje sipër, kështu që nuk menoj që është keq kuptim, ndoshta dikush e keq kupton me qëllim, ka raste edhe prej mosdijes. Ka raste kur vinë në zyrën tonë për më këshillu, vinë me një rezervë të madhe dhe dalin me një humor që se kanë pritë që ka me qenë ashtu. Po, ka raste, bile ka raste dhe kur kena pas nevoj për ndërhyrje. A kujton tatim paguesin e parë i cili ti ka testu nervat ndoshta? Po, tatim paguesi i parë që mi ka testu nervat, në fakt nuk është në qendër të shërbimit sa kam qenë si këshilltare, ku kish nevoj për një shërbim, ndërkohë që administrata ishe kufizume në një shërbim tjetër edhe okun që është ja email adresës, ku tatim paguesi një farë forme nuk e ka ditë email adresën e vetë me cilën ishe regjistru në sistemin e OTK-s, edhe amboni për standarde, do me thonë se erdhë, ta ti s'pedin me qëfar email jëm regjistru, ose do me thonë, nëse tatim paguesi kushtimisht nuk e dim vetë emailin, ajo është sen shumë personal, nuk është që
pritet prej E mirë është kjo, se qoftë prej presin aty me ku jam i ose ditë prej- krejt. Në fakt, na i dim ato që na interesojnë, nuk është që i dim I krejt. dim edhe do tjera mos kallzojnë. Ato i majmë. Ato i majmë për vete, mirë po ka qenë një situatë për një me shumë interesant kur tatim paguesi me fajin e vet erdhe dhe mu kapën tavolinë në kuptimin që ja nisi me m'akuzu, që ti s'pëdin, kush t'ka ullë këtu, une jam regjistru Sa i mlefin është ta për mos me pagu tani shpërthen në forma Në të fakt, ndryshme. unë munesha me kuptu se kish me marrë një vërtetim tatimor me apliku në një procedurë të tenderimit e OTK-ja me mos lëshimin e vërtetimit, në një farë forme ja vështërsoj ke dhe ati pjesëmarrje në tender, mirë po nuk ish diçka që unë varke prej OTK-s me qenë se deklarimet Po, i bën kujdesi ti. vet tatim paguesi, kështu që po kjo ka qenë edhe nuk e harroj këtë tatim pagues asnjëherë. E kemi pas edhe aset që E keni rast faktikisht- shumë interesant që të kom lut me folsë, të lutna, se ta bojmë pak, se na shohim pak si ato ngjyrat më të errta si institucione dhe nuk e di pse është pikërisht kjo që paguajnë. Po du me po dhe përvojat e tona të njerëzve që punojnë shumë brana e që pak shihen, e sidomos të këtyre që ndoshta vinë me një qasje krejt të rezervune, po që dalin ndrysh. E ki një rast shumë interesant, që nështë tash është me u kesh pak me ta, edhe me kalu në humor, por rasti në esencë ka pas bëj me një proces i cili ka shku deri në instancat e drejtësisë. Po, o kohën shumë interesant ka qenë viti 2012 kur na vetëm se kishim kalu deklarimin prej mënyrës manuale në mënyrë elektronike dhe deklarimi i punëtorëve nuk kish më mundësi më bo manualisht. Ndërkohë që sistemi e bëjke validimin, e bëjke verifikimin e punëtorëve në bazë të numrave personal, edhe aty ku sheke që një punëtor është i pensionum ose nuk është më në jetë, e kthejke mrapa informatën që faktikisht duhet me hek prej listës së punëtorëve X personi, me qenë se nuk më ketë tatim paguesi me kalu në fazën tjetër të deklarimit. Edhe është një rast kur vjen një tatim pagues, thot për X biznesi nuk po muj me bu deklarimin se po më thot për njonin prej punëtorëve me hek prej listës të pagave. Edhe fillimisht kërkesa jam ka qenë që me bo verifikimin qoftë se dhanat cilat i ka dhonë listë pagave kanë qenë të sakta, rezultojnë që janë të dhana të sakta, edhe pse me të njëjtin emër e kishim pas në punëtor ma herët, edhe ndërkohë në kërkoj ndihmë prej kolegëve të mi në IT, pse po kthehet mesazhi na vike prej trustit, jo prej OTK-s, pse po kthehet mesazhi që ky person është i pensionuar edhe ma bojnë forward kolegë të IT-s emailin e trustit ku shkruan që këto informata ose ky numër personal i takon të ndjerit me emën e mbiemën ku pensionet e të cilit i ka trashëgu bashkëshortja e tij, edhe unë e lexoj emailin. Tatim paguesi kontabilisti ishte çdo ditë në OTK për çet problem, se u afroi ke afati i deklarimit edhe thret në telefon kryetari ose drejtori i kompanisë Zona Bucaliu thash po aje pat kriju një përshtypje që unë s'pelo me deklaru, po në fakt nuk ishte që unë varke prej meje. Tha, a u kry puna, tha me atë punëtorin, thash jo, edhe nuk mundet me u kry. Tha qysh nuk mundet me u kry. A i bindun me dvetën, unë e bindun me temën. Edhe tha, pse so kry, thash se për rezulton që është i ndjerë. Edhe a ju shtangë në telefon për një moment, tha unë e kom njerin për balë. Thash unë se dikon e kiti për balë. Që këtë unë ka vdek. Kë në informatat, në regjistrat tonë, po figuron që është i ndjerë. Ndërkohë kur ka ardhur dhe tatim paguesi, ka qenë me të vërtet një situatë jo e këndshme, në kuptimin emocional se e shishe tatim paguesin aty, të punësuarin në këtë rast, bashkë me kontabilistin, i cili ishte rrëfyr rrugës të kontabilisti krejt çka ka bo, edhe ofrohet mandate one. Po në fakt unë s'kisha që kam i bo, do me thonë se nuk ishtë diçka që unë varke as prej administratës tatimore, do me thonë se na nuk ishim kufizimet të tilla, po kufizimet ishim vendos në institucion të trustit, ndërkohë që mas 3-4 mujve erdhe dhe thët
a je brezonate, thash po, unë jam filëm fisteku, s'di atë kujtona, thash, qa muj me t'nimu, tha, e kom po emnin të në polici, motra, minimum, thash. Unë nuk e di çka muj me të bon këtë rast, do me thonë se me të vërtet ka qenë një situatë shumë delikate që në anën tjetër nëse muj me thonë nuk ish faj, ai për veprimin që e kish bo për shkak të kushteve materiale dhe për shkak të kushteve financiare që i kish, po e ka shpall vetën të mtekur për shkak që ka harru zonë që ka shpall, apo? Jo, ai në fakt nuk ka harru, po nuk ja ka prej menja që ka me ardhë momenti kur kanë me u lidhë sistemet edhe kanë me u shkëmby informatat në mes të institucioneve që mandej me dalë në pa gjdo gabim qoftë me qëllim ose pa qëllim. Kështu që nuk ja ka prej menja që ka me mujt me ndodh një gjë e tillë edhe e kish bo po në anën tjetër na e kemi edhe ligjin ose kërkesat ligjore që janë strikte, cilat nuk kanë mshirë, nuk janë emocionale, janë shumë gjakftofta edhe kjo është ajo që është një përvojë, definitivisht është shumë interesant. Edhe që aty e kom po që ligji është me të vërtetë mbi gjitha, edhe që nuk mundesh me interpretu qysh dën, po detyrohesh, sado që e sheh gjendjen faktike, detyrohesh me interpretu ose me marrë masa ashtu që shkruan në ligj, me qëllim që me pas zbatim të drejtë. Edhe me qenë i formalizuar secili normalisht. Kjo si raste tilla është që na në vendin tonë shumë pak kemi pas kujdes ndaj dhonave personale, edhe vazhdojmë mos me i rujt dhonat tona personale, edhe kemi pas raste që s'kisha do ashtë munal ku janë kesh përdor në nivel shumë të madh dhonat e personave që ndoshta nuk kanë qenë as të marrëdhënie pune, por edhe në aspektin e shkollimit dhe dijes se sa e rëndësishme është një e dhonë personale, jo është kesh përdor, jo është hap një numër fiskal dhe janë bërë transaksione të ndryshme, sa që e thamë që kanë kalu deri në instanca më të larta. Po kisha raste kanë ndodh Valentin, kanë ndodh, po mendoj kanë qenë edhe publike, kanë qenë edhe mediale ku me një qëllim ose tjetër njerëz kanë keq përdor dhonat e dikujt tjetër në fakt për me përfitu. Mirë po unë mendoj që vazhdimisht sistemet e institucioneve janë tu avancu deri në atë mos që faktikisht manipulimi apo keqpërdorimi i dhonave është të shku edhe të ngushtu. Se njerëz edhe po vedisohen gjeneratat ndoshta të vjetra cilat nuk kanë pas informata të mjaftueshme, ato fatkeqësisht po i humbim dita ditës, ndërkohë që gjeneratat e reja është vështirë me i manipulu, andaj mendoj që shumë shpejt edhe ka me qenë pothuaje pa mundun, përveç nëse me vetë dëshirë dikush i ekspozon informatat e veta edhe i ekspozon ndaj manipulimit. Do të thonë me vetdije, ajo është diçka tjetër, ndërsa sa i përket keqpërdorimit dhonave, ma merr mendja që veç ka me shku tu zvoglu. Te pjesa e një vegle që kemi hapë zonë, që është pjesë e punës tonë, ku bile kjo është më rëndësi shumë me ditë qytetarët, që nuk kanë pas ma herët para 4-5 vite, nëse s'jam gabim me bë premje, nuk kanë mujtë dhe nuk ka pas mundësi të tilla ku me verifiku vete nëse janë të formalizuar, të regjistruar prej punëdhënësit. Kemi ndryshu edhe kemi bë një filtr halama të madh në mënyrë që me evitu raste të tilla që mund të përdor. Po, në fakt nuk e kisha qujt edhe keqpërdorim në kuptimin e plot të fjalës, sepse na kemi pas mandej edhe reagime prej institucioneve tjera, të cilat i kanë shfrytzuar informatat e tilla prej asaj platforme për nevojat e biznesit të tyre, sidomos sektori i mikrofinancave, cilët kanë pas me marrë një vendim lidhje me kreditimin ndaj një të punësuari, mirë po një prej qëllimeve të administratës ka qenë që të punësuarve me ju ofru një vegël, me ju ofru një mundësi që ata me verifiku në qoftë se janë të regjistruar apo në qoftë se punëdhënësi tyre deklaron edhe pagun tatim edhe kontribute pensionale për ta. Mirë po me kalimin e kohës, kjo vegël është
përdor për marrjen e informatave edhe prej personave të tretë, ndërkohë që për shkak edhe pse nuk është që janë ekspozu komplet dhanat Shkruaj vetëm një filtr konfidenciale, jo edhe në momentin kur është bo kërkimi, në qoftë se zona Bucaliu ka kërku për veti, 2 numrat e parë të numrit fiskal janë shfaq, 2 inicialet e para të punëdhënësit, nuk është që ka pas informata se kush është individi ose kush është punëdhënësi që po deklaron për to, se kanë qenë të blokume në kuptimin që kanë qenë me yje, jo emri plot, mirë po paktën ka mujt me identifiku punëtori se aje ka ditë ku punën edhe ka mujt me mesh informatën, do të thonë ajo që ju ka shfaq në ekran apo përmes veglës me ato që aje bën për çdo ditë. Mirë po kemi pas edhe reagime të tilla kur punëdhënësi prej punëdhënësit, do të thonë në momentin që e ka posedu një numër personal të zonës, e ka bo verifikimin në qoftë se zona po punon edhe dikun tjetër, në qoftë se është angazhuar me dikun tjetër. Kjo në qëtë kuptim, muj me thonë është ta që është keq përdorë si informat. Nga ana e punëdhënësve. Nga ana e punëdhënësve gjithmonë, ndërsa në anën tjetër është përdorë edhe për marrjen e informatave me qëllim të marrjes të vendimeve në një sektor të caktuar të bizneseve, ku për thëmë prap, na kemi pas reagime prej tëne dhe jemi mundu me i binë që qëllimi nuk ka qenë që palja e tretë me marrë informata, qëllimi i veglës, po ka qenë qëllimi që vetë i punësuari me marrë informata në qoftë se punëdhënësi vetë deklaron për to. Ndërkohë kemi ndërhy në vegël, se e kemi po mëse nevojshme dhe të arsyeshme, ku tash e kemi bo që vetë i punësuari fillimisht duhet me kriju një llogari në mënyrë që me u kyç në platforme dhe me marrë informatat cilat don, e që për palën e tretë është e paqashtshme si vegël, ndërkohë që nëse pala e tretë ka autorizim apo ka të drejtë për me marrë informata, atëherë i qaset administratës për informata edhe administrata i ofron informatat sipas kërkesës. Ato ku e ka një tru të sa i përket teknologjisë informative dhe njerëzve që punojnë aty, që po besoj pak janë mundësi me u keq përdor një proces një e dhonë. Ke qenë përfshime e zonë shumë hartime strategjive, dokumenteve të ndryshme, edhe aktualisht je. Në cilën menon që e ke pa një reflektim shumë të madh edhe që beson që ka dhënë rezultat, si jo veç yti, po i komplet njerëzve që kanë punu bashkërisht me ty. Atë ka ndodhur ndonjëherë me menu edhe mos me ta zaventsu as një proces tjetër, një punë që ke bërë në një proces caktuar, qoftë në një hartim i dokumentit, qoftë në një vendim, përgjigjen është atë që ke dhënë, sepse përgjigjet që ju i lëshoni që ti e përgjegjëse për ato kanë rëndësi të madhe në aktivitetin që e bën një tatim pagues. Në fakt, Departamenti i Regjistrimit dhe Shërbimit të Tatim Paguesve, që është në kuadër zyrës qendrore, është oqean në veti. Është i pafundëm. Është i pafundëm. Gjitha proceset cilat sot tatim paguesi i shfrytëzon, do me thonë kalojnë përmes zyrës tonë, ku fillimisht shkruhen kërkesat me teknologjinë informative, po pajtona plotësisht me ty kur thu që e kemi një tru, e kemi një kokë të teknologjisë mrena institucionit që me të vërtet unë i konsideroj që të pazaventsueshëm, me qenë se kanë qenë prej fillimit në administratë dhe në zhvillimin e krejt shërbimeve të administratës, se cilis shërbim e ka rëndësinë e vetë, për mu se cila pun e ka venin e vetë, edhe është shumë vështirë me i nda ose me i klasifiku njënën më naltë se tjetrën ose me i prioritizu, diqysh krejt punët janë të rëndësishme, edhe po përgjigje që na i lëshojmë për tatim pagues, interpretimit ose sqarimet që i japim, ka prej tyne që janë shumë profesionale, ka prej tyne që janë ndoshta edhe më të thjeshta në kuptimin që janë të rregulluar në mënyrë shumë decisive me ligj, e ku ligji nuk lën hapësinë të keq interpretimit të dyfisht, më falni, mirë po
krejt punët janë të rëndësishme. Kur janë krejt rëndësishme edhe ka rezultat. Nëse kur nuk ke selektim mes detyrave që nuk mujmë. Në fakt si zyre sado që munohemi me delegu, faktikisht jo me delegu, po një farë forme mundu që nështë se cili departament me kry për punën e ti në bazë të përshkrimit të departamentit, është prap o kriju edhe një farë sigurie nështë edhe vetë mrena institucionit që pakalune për departament të shërbimit dhe regjistrimit të tatim paguzve. Nuk validohet. Nuk validohet edhe nuk delën publik. Kështu që, po thëmë, se cila punë është të rëndësishme, unë për veti personalisht, nështë që e ndjej punën që e bëj, e du punën që e bëj, nuk kursehna, nuk muj mi prioritizu. Punu edhe sot deri mas orës 6. Po, sa dhe thuja gati çdo ditë. Dhe me thonë, nuk është që e kësyri orën deri në sojë më në zyre, se me rëndësi është atim pagusi me marrë shërbimin edhe mundohemi me qenë sa ma koherent që çdo kërkesë me u trajtu sa ma shpejt edhe me u kthy përgjigje ndaj atim pagusve, po në anën tjetër edhe proceset që i kemi mrenda departamentit ose ajo që ka kërkohet prej neve si departament me mi shty proceset përpara që mos me ngel. Unë zakonisht punën ma të mirën edhe ma të madhen e bëj mas orës 4. Kur kolegët veç e përfundojnë orarin e rregull, sa atër ullna para kompjuterit, ka dale, funoj për shefi. Kështu që po edhe sot pak më rame najt, po... Edhe erdhe prap, tu edhe full energji. Po, Ndryshe zona nuk është që na ka kërku me ditë se çka ka me qenë tema e bisedës, po ka kërku me ditë a kena me folë mrena departamentit edhe rrugtimit tonë, kështu që është shumë ma e lehtë. E tha që është një oqean departamenti jëtë edhe normalisht në shërbimet që ofron tjertë pak e dinë edhe pak i shohin punën që e bojmë, po edhe na që i na kolegë shpesh dësene që i bëni nuk është që nështë edhe i njohemi edhe i dim se jemi shumë departamente, jemi shumë staf i madh, që po knashna çdo herë të e po që kemi rrit standardin dhe kemi rrit komunikimin, bashkëpunimin me njëri tjetrin dhe nështë të mos pas rezerva në punën që po e bojmë, po ka edhe ma shumë rezultat. Kjo është nështë si shkak edhe i qasjes që po vjen, transformimit që po ndodhë brenda neve, po hajt njerëzit të kam ponë seminare së fundmi, ku ke ligjeru para tyne, para shumë njerëzve. Qysh i cilëson zonë seminaret edhe zakonisht cili është feedbacki që ti e merë mas një kohë? Administratat ati moren në plan të komunikimit apo në plan të edukimit të tatim paguzve, i ka të përfshime dhe seminaret me tatim paguz, kryesisht gjatë vitit mundohemi që në pjesën e partë të vitit apo në 3 mujorin e partë të vitit mi realizu seminaret cilat kanë bëjnë me përmbushjen e detyrimeve vjetore ndaj tatim paguzve, ndërkohë në baza të industrisë gjatë vitit organizohen edhe seminare tjera apo varësisht prej kërkesës që e kemi prej institucioneve, prej organizatave jo qeveritare apo prej një sektorit të caktuar të ekonomisë. Seminaret janë shumë të mirëpritën shumë prej tatim paguzve, mbohen në krejt regionet e Kosovës, aty ku administrata ka zyre rajonale, numri është gjithmonë i madh edhe numri i tatim paguzve që marrin pjesë dhe që janë të interesuar me ndëgju seminarin është bukur i madh. Temat nuk është që ndallojnë shumë sepse nuk është që ka ndryshime ligjore, mirë po ka tatim paguz që vjen veç me i fresku kërkesat ligjore, jo nështë edhe me mësu prej fillimit se qysh duhet me boni në deklarim të caktum. Ndërsa ka edhe të atil që janë të rinë në fush, janë të ri qofë si biznese, qofë si kontabilista, edhe e vrejmë edhe e shohim që kanë nevoj, Halo ka nevoj, na jemi këtu për me qenë sa ma afër tyne në çfarë do forme që është e nevojshme, apo në çfarë do forme që është e pranueshme për tatim paguz, përveç asaj mos them që zyrja e shërbimit të tatim paguzve qoftë në zyre qendrore, qoftë në zyre rajonale është e hapun 8-4 për ofrimin e këshillave, mirë po edhe në mas ka njerë do tema trajtohen
edhe shtjellohen është shumë ma lehtë se sa individualisht në zyre. Se para prakisht pregaditemi, e boj materialin, e dim sakt çka kemi me spjegu, ndërkohë që nëse ka mandi pyetje specifike, normal jemi aty për me ofru sqarime. Mirë po seminaret, na përveç seminareve me tatim pagus, kemi majt seminare edhe me shkolla fillore, me shkolla të mesme, do të thonë ka nështë 10 vite e ma tepër kur kemi fillu si projekt ku si administrat ju kemi qas shkollave fillore, kryesisht kanë qenë klasët e 5-ta. Edukimi shumë i hershëm. Edukimi i hershëm në ai si prezantim ka qenë shumë i këndshëm, edhe është shumë bazik, edhe ma shumë u kon interaktiv me fëmijët, se kur shkon ti me ble diçka ja lyp një kupon, ose a din me bo dallimin mes taksës edhe tatimit. Me thonë, është një prezantim, është shumë i mirë dhe është shumë i dashtun edhe për nxënësa në bazë të reagimeve. A njojnë nxënësat ATK-n? E din që është se kuponin e njohin? Po, e njohin edhe ATK-n, ka pas prej atyne që me të vërtetë më kanë lënë shumë përshtypje, fëmijë ndoshta i klasës së 5, i cili ka ditë sakt se çfarë institucioni jena, edhe sakt çka jemi të detyruar me bo në bazë të ligjeve. Përveç klasëve kujna kolegëve tonë. Aq ma mirë. Përveç klasëve të 5-ta, janë majt seminare edhe me nxënësit e shkollave të mesme, kryesisht me klasën e 12-ta. Këto janë majt në krejt regionin e Kosovës, do me thonë në gjitha shkollat. Po ashtu pra e përmenda që edhe me tatim pagus vazhdimisht majmë seminare, janë shumë të rëndësishme edhe e vrejmë që në momentin kur e qeshësim shpalljen për seminare ka vazhdimisht pyetje, telefonata, është me pagesë, kur ka mu majt. Me thonë, e vrejmë që interesimi është shumë i madhe. Në momentin që ka interesim, e konsiderojmë që është e nevojshme me majt, po tham jo krejt vinë për me mësu diçka për herë të parë, po ka shumë prej atyne që vinë vetëm me i fresku nështë përvojat apo kërkesat e ligjit, edhe e ndëgjojnë ose marrim pjesë në një seminar. A ka naj pyetje që edhe në gjumët vetë din me ju përgjigj që zakonisht e bojnë tatim pagus dhe jonë me gjithë seminare, po edhe në zyre, se jena ka fundi po mdokojt, A ka naj një që se di? Po që ta rrën ti dhe mas e orës 16. Pyetje shumë $1 milion shë Valentin, se Ka shumë. Nëse kryesisht është ED, sistemi elektronik ED. Ko marru emailin. Po përveç asaj edhe tjera që e di kështu në gjumë e shoh, ku janë vendosne se cila meny, se cila kërkes, se cila deklarat, edhe në momentin që ose vinë në zyre, ose frasin në telefon, ose edhe në telefon privat, po mendoj është zyrtar, mirë po më thrasin edhe në telefon, po mundona me bo një deklarim, ose po mundona me u regjistru, ose me bo një kërkes. Diqusha kam kështu edin gjithë e kam parasyte. A një gjdo të cep të platformës e i deklarimi? Po gjdo të cepin, gjo. Që shmerë frime di. A ndodh shpesh, unë e di që s'ndodh, po t'ju kallëzojmë tjerve, që ngarkesa varësi shërbimeve që i shtojnë, nuk ndodh me ngadalsu funksionimin e platformës tonë. Po a ndodh ajherë me qenë pak ma i ngadalshëm? Ndodh kryesisht kur afrohet afati i fundit i deklarimit, dhe kjo ndodh kryesisht me deklaratat e të vëshës. Edhe ndodh kur është edhe afati i dorëzimit të deklaratave vjetore, me qenë se si deklarata janë në numër të madh dorëzohen administrata timore, do me thonë mbi 1 milion deklarata dorëzohen në administrat. Kështu që ka pas raste kur është ngadalsu sistemi, mirë po shumë shpejt kanë reagu prej teknologjisë informative që me kthy edin në jetë dhe që me i pranu deklaratat e tatim paguzve pa probleme teknike. Jo këtë s'kena aftu, edhe kjo nështë aftesa që ti sot i e ka në podcastin tonë, sepse është jo ATK-s, është për shkak se na kemi zgjedhë ma shumë informim, ma shumë edukim, edhe që me i shmang penalizimeve
të tatim paguesve. Dhe krejt kjo çka ke thonë është pak në shta për këta minuta, po besoj që secili që don mu këshillu çka do për proceset tatimore vjen te zona përveç platformës dhe të qendra e re që veç e kena inauguru ditëve të fundit. Po, Valentin, fillimisht faleminderit shumë që më ke ftu në podcastin ton, si ATK me Z. Administrata tatimore është e hapun 24/7 në mënyrë elektronike, po edhe fizikisht është prej 8 deri në 4 është e hapun për tatim pagues, edhe unë e kisha shfrytzu rastin edhe momentin që mi bo thirrje gjithë tatim paguesve që mos me hezitu, po aty ku kanë dilema ose kanë vështërsi në përmbushje të detyrimeve, me ju drejtu administratës. Dhe më thonë, pra po thëmë në aspektin elektronik, jemi të hapun 24/7, çdo kërkesë pranohet, çdo pyetje pranohet prej ATK-s, ndërkohë që në fizikisht jemi 8/4 në dispozicionin e tatim paguesve, mos të hezitojnë, i presi mirë. Ashtu qysh e përmendet tashmë veç e kemi edhe qendrën e shërbimit të tatim paguesve në qendër të Prishtinës, që është shumë ma lehtë e qasshme prej tatim paguesve, me qenë se nuk kanë nevojë ndoshta për transport, e kanë shumë ma të lehtë me ju qasë ATK-s, po na po shpresojmë edhe po punojmë në atë drejtim që në qendër të shërbimit me u drejtu vetëm për me u eduku, po ndërsa krejt shërbime tjera me i marrë online, me i marrë në mënyrë elektronike, edhe jo me pas nevojë ndoshta tatim paguesi me prit ose me u detyru fizikisht me shku në shërbim për me mujt me marrë një shërbim të caktuar. Ato këja mënon për krejt, edhe ata që kanë mundësi dhe din me përdor teknologjinë, edhe ata që kanë vështirësi, edhe po besoj që edhe qendrat për shërbim tatim paguesve janë tu shku tu shkri në aktivitetin që kanë dhe tu kalu pikrisht në formën qysh edhe përmene të edukimit. Nëse edhe veçëm lejohet për këta që nuk din, faktikisht Kënjojnë është ta mirë si platformë, se nuk është edhe teknologjinë, lehtë qoftë obligimet ligjore çka do, në qendrat shërbimit të tatim paguesve janë vendosuna edhe kompjuterat që përdoren prej tatim paguesve, janë në dispozicion të tatim paguesve, edhe gjithmonë është dikush i stafit, i kolegëve tanë që pa hezitim i afrohet tatim paguesit edhe e asiston apo ja ofron ndihmën e nevojshme në momentin që ai ka nevojë për me kry një procedurë, me bo një deklarim, me marrë një autorizim, me bo një kërkesë ose çka do që ka nevojë tatim paguesi, kështu që kjo pjesa që nuk din, kisha thonë që nuk ish dasht me pas ven motë nap, me qenë se jemi e ofrojmë edhe atë shërbim në kuptimin e asistimit të tatim paguesve atëherë kur kam vështërsi në përmbushjen e detyrimeve. Zonat, faleminderit shumë që je konë sot dhe po besoj që forma qysh ti e përcjell mesazhin dhe edukimin e këshillimit tatim paguesve ka me qenë e përhershme dhe vetë tatim paguesit kanë me qenë këshilldhënës për homologët e tyre ose për kolegët që punojnë në biznes. Dhe po besoj se njerëz si ti kanë ATK plot që bashkarisht po e çojnë institucionin ton në një nivel tjetër i cili tashmë është i krahasueshëm me vene shumë zhvillume. Kemi edhe na disa procese me të cilat duhet me u reformu edhe duhet me ushtu nështë presioni profesional dhe ma shumë, por që kjo po vazhdon me u bë me njerëz profesional kurse i edhe ti. Faleminderit shumë. Faleminderit Valentina. Dhe faleminderit gjithë shikuesve që po besoj e keni ndjekur zonën sikurse me qenë në departamentin për regjistrim dhe shërbim të tatim paguesve. Ne gjithsesi kemi me u pa edhe në episodin e ardhshëm ku kemi me pas kolegë ton me të cilat kemi bisedu rreth proceseve të tjera tatimore, të cilat besoj janë hallë e rëndësishme për me ditë se qysh funksionon ATK-ja edhe në një dimenzion tjetër. Deri në takimin ton të radhës, shihemi dhe mbetëshi mirë.